A e di se çfarë ndodh realisht kur je nën anestezi? Ti nuk po flesi në shtëpi, nuk ke kontroll mbi frymëmarrjen, nuk reagon vetë, nuk e mbron dot trupin tënd. Në ato moment, çdo sekondë varet nga ekipi që po të monitoron. Dhe kur ky kontroll dështon, anestezia nuk është më gjumi i operacionit, por pika ku siguria dhe rreziku për jetën ndahen me shumë pak sekonda apo minuta diferencë. Miq dhe mikesha, është kënaqësi të takohemi sërish. Unë jam doktor Sketi Faria, themeluesi K-Day Hospital dhe siç e dini jam specialist anestezist reanimator. Sot duhet të flas për një temë që kërkon shumë përgjegjësi, qartësi dhe ndershmëri profesionale. Rastet reale kur gabimet në anestezi kanë sjellë pasoja fatale. Kjo nuk është një temë për të krijuar frikë, por për të kuptuar një të vërtet themelore të mjekësisë moderne. Anestezia sot është shumë më e sigurt se në të kaluarën. Sipas Fondacionit për Sigurinë e Pacientit në Anestezi, vdekshmëria e lidhur me të është ulur rreth 10 fish që nga vitet 70. Në atë periudhë, vlerësimet flisin afërsisht për 1 deri në 2 vdekje për çdo 10.000 raste, ndërsa sot rreziku vlerësohet rreth 1 në 100.000 deri në 200.000 procedura. Te pacientët e shëndetshëm që kryejnë ndërhyrje rutinë, ky rrezik mund të jetë edhe më i ulët. Në nivel global, siguria kirurgjikale është një çështje shumë më e madhe nga sa mendohet. Një studim i botuar në revistën mjekësore The Lancet vlerësoi se rreth 4.2 milion njerëz në botë humbin jetën çdo vit brenda 30 ditëve pas një ndërhyrje kirurgjikale. Kjo nuk do të thotë se këto vdekje shkaktojnë të gjitha nga anestezia. Shumë prej tyre lidhen me sëmundjen bazë, kompleksitetin e operacionit, infeksionet, gjakrrjedhjen ose dështimin e organeve. Por kjo shifër tregon diçka shumë të rëndësishme. Salla kirurgjikale është një nga vendet ku siguria duhet të garantohet me përpikmëri maksimale. Kjo temë ka vlerë pikërisht për këto arsye, jo vetëm sepse flet për raste të rënda, por sepse tregon sa e brisht bëhet jeta e pacientit kur protokolli, monitorimi dhe vendimmarrja nuk funksionojnë së bashku. Le të ndalemi te disa raste reale me përfundim fatal. Këto histori tregojnë se një gabim ose dështim i sigurisë rreth anestezisë nuk është kurrë thjesht një problem teknik. Pas ti qëndron një jetë e humbur, një familje e prekur apo e shkatërruar dhe një sistem ku çdo hallk duhet të funksionojë sakt. Rasti i parë që duhet t'u tregoj është ai i Rachel Gibson, 47 vjeçe, një shkencëtare e kancerit e cila kishte osteoartrit të rëndë dhe ju nështrua një operacioni për zëvendësimin e artikulacionit coxofemoral në Spire Lee Hospital, Cambridge, në 12 prill 2022. Në fund të procedurës, gjatë infiltrimit lokal për kontrollin e dhimbjes, u përdor ropivakain, një anestetik lokal. Sipas raportit zyrtar të hetimit mjekoligjor, sasia e administruar ishte mbi kufirin e rekomanduar. Pas kthimit në dhomë, ajo pësoi arrest kardiak, u reanimua dhe u transferua në Addenbrooke Hospital, ku u konstatua dëmtim i pakthyeshëm i trurit. Ajo ndërroi jetë në 14 korrik 2022. Në të vërtetë, edhe një anestetik lokal, nëse llogaritet, përgatitet ose administrohet gabim, mund të shkaktojë probleme shumë serioze në zemër dhe në sistemin nervor. Pika më e fortë e këtij rasti është se gabimi nuk dukej dramatik në pamje të parë. Nuk kishte një skenë kaotike në sallë, ishte një detaj farmakologjik. Sasia, përqendrimi, hollimi, mënyra si u mat dhe si u kontrollua bari. Kjo është arsyeja pse në anestezi kontrolli i barnave nuk është formalitet, por pjesë e mbrojtjes së jetës. Dhe kjo nuk vlen vetëm për anestetikët lokal. Në të njëjtën logjik hyn edhe paralajmërimi i administratës së ushqimit dhe barnave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, FDA, për gabimet me acidin traneksamik, një barë që përdoret për të ulur ose kontrolluar gjakrrjedhjen në situata të caktuara mjekësore dhe kirurgjikale, por që në disa raste është administruar gabimisht në shtyllën kurrizore, në vend që të jepej në rrugë venoze. FDA ka paralajmëruar se përdorimi i gabuar në këtë mënyrë mund të shkaktojë pasoja kërcënuese për jetën, përfshirë kriza, çrregullime të ritmit të zemrës, dëmtim neurologjik të përhershëm dhe vdekje. Rasti i dytë është ai i Glenda Logsdale, një grua që u shtrua në Milton Keynes University Hospital për apendicit akut në anestezi të përgjithshme. Sipas raportit zyrtar të hetimit mjekoligjor, shkaku mjekësor i vdekjes ishte dëmtim hipoksik iskemik i trurit, pra një gjendje e rëndë që ndodh kur ai nuk merr mjaftueshëm oksigjen dhe gjak për një periudhë kritike, si dhe arrest kardiorespirator gjatë anestezisë. Thelbi i rastit ishte një intubim ezofageal i panjohur në kohë. Me fjalë të thjeshta,
tubi që duhet të siguronte frymarrjen nuk ishte vendosur në trake, pra në rrugën e duhur drejt mushkrive, por në ezofag. Sipas raportimeve ligjore mbi çështjen, ky gabim nuk u identifikuar për rreth 15 minuta, pavarësisht përpjekjeve për reanimim dhe ndërhyrjes së stafit mjekësor. Ky rast godet fort sepse tregon një të vërtetë të pamëshirshme. Rrugët e frymarrjes nuk lejojnë shumë kohë për korrigjim. Nëse oksigjeni nuk shkon në mushkri, truri nuk prek. Ai fillon të dëmtohet shpejt. Ajo që e bën këtë rast kaq të rëndë është se raporti e përshkroi vdekjen si të shmangshme dhe të ndikuar në masë të madhe nga neglizhenca e anestezistë reanimatorëve. Rasti i tretë është ai i Tegan Bernard, 17 vjeçë, e cila ju nënshtrua një lindje urgjente me operacion cesarian në St. Richard's Hospital, Chichester. Sipas raportit zyrtar, operacioni përfundoi rreth orës 4:30 dhe ajo ishte klinikisht e qëndrueshme me parametrat fiziologjik dhe presionet e rrugëve të frymarrjes brenda kufive normal. Më pas u mor vendimi për ta zgjuar nga anestezia. Kjo është pika që e bën rastin tronditës nga pikpamja mjekësore. Në pamje të parë, ndërhyrja kishte shkuar mirë dhe pacientja dukej e qëndrueshme, por anestezia nuk përfundon kur kirurgu mbaron punën. Faza e daljes prej saj, sidomos pas një operacioni urgjent, mund të jetë po aq kritike sa fillimi. Sipas raportit zyrtar, gjatë fazës së zgjimit nga anestezia e përgjithshme, pacientja ishte ende e intubuar kur u shfaq një problem i rëndë me ventilimin. Aparati i anestezisë sinjalizoi presion të lartë në rrugët e frymarrjes, ndërsa përpjekjet për ta ventiluar nuk po funksionojnë. Më pas u kuptua se ajo kishte pneumotoraks, tensioni në të dyja anët e krahërorit. Një gjendje ku ajri i bllokuar u shton presion mbi mushkrit dhe zemrën. Kjo situatë nuk u njoh dhe nuk u trajtua mjaftueshëm shpejt, duke u pasuar nga arrest kardiak dhe dëmtim i pakthyeshëm i trupit. Ky rast është shumë i rëndësishëm sepse publiku shpesh e mendon anestezinë si diçka që ka dy momente: më vu në gjumë dhe u zgjova. Në të vërtetë, dalja prej saj është një fazë aktive, delikate dhe që kërkon monitorim rigoroz. Rasti i katërt është ai i Toh Hi Lin, 24 vjeçë, e cila ju nënshtrua një ndërhyrje për heqjen e 4 dhëmbëve të pjekurisë në National Dental Center Singapore. Ajo zgjodhi ta kryente procedurën nën anestezi të përgjithshme. Sipas raportimeve, mbi hetimin mjekoligjor nuk kishte alergji të njohura ndaj barnave dhe kishte kaluar më parë 2 ndërhyrje të ngjashme pa probleme. Në fillim operacioni shkoi mirë, por drejt fundit të procedurës u shfaq një rritje e dioksidit të karbonit në gjak. Më pas gjendja u përkeqësua, oksigjenimi ra, pacientja nuk u zgjua pas ndërprerjes së gazit anestetik dhe temperatura e trupit arriti në 42 gradë Celsius. Pavarësisht përpjekjeve për reanimim, ajo ndroi jetë në të njëjtën ditë. Autopsia e lidhi shkakun e vdekjes me hipertermin maligne, një reagim i rrallë dhe potencialisht fatal ndaj disa agjentëve anestetik. Ky rast është shumë i fortë sepse tregon një problem tjetër nga gabimet teknike ose farmakologjike. Ndonjëherë rreziku lidhet me reagimin biologjik të paparashikueshëm të organizmit. Hipertermia maligne mund të shfaqet edhe te një pacient që ka kaluar më parë procedura pa komplikacione. Shenjat mund të përfshijnë një rritje të dioksidit të karbonit, temperaturë shumë të lartë, çrregullime metabolike dhe përkeqësim të shpejtë. Rasti i pestë është ai i Catherine Marnie Sabadina, e cila ndodhi në sallën e operacionit të Charters Towers Public Hospital në Australi, për një ndërhyrje dentare kirurgjikale në anestezi të përgjithshme. Sipas raportit zyrtar të hetimit mjekoligjor të Queensland, ajo ndroi jetë si pasojë e një reaksioni anafilaktik ndaj një bari të përdorur gjatë procedurës. Raporti përmend gjithashtu se ajo kishte aterosklerozë koronare, pra ngushtim të arterieve të zemrës nga grumbullimi i pllakave yndyrore, gjë që uli aftësinë e saj për të përballuar një reaksion kaq të rëndë. Ky rast është shumë i rëndësishëm sepse tashmë tregon një problem tjetër i cili nuk ka lidhje me gabime teknike apo me mbidosën e barnave. Këtu nuk flasim për një tub të vendosur gabim, as për aspirim, as për një dozë të llogaritur keq. Flasim për një reagim ekstrem të organizmit. Anafilaksia gjatë anestezisë është veçanërisht e rrezikshme sepse pacienti është i pavetëdijshëm dhe nuk mund të tregojë simptomat që një person i zgjuar mund të ndjejë menjëherë, vështirësi në frymarrje, ndjesim mbytje, marrëmendje apo përkeqësim të papritur. Në sallë, shenjat mund të shfaqen si rënje e menjëhershme të presionit të gjakut, vështirësi në ventilim ose kolaps kardiovaskular. Pika më e fortë e këtij rasti është kjo: edhe kur një bar jepet në rrugën dhe dozën e nduhur, trupi mund të reagojë në mënyrë të paparashikueshme. Pra, siguria në anestezi nuk është vetëm të mos gabosh teknikisht,
Është edhe aftësia për të njohur menjëherë një reakcion të rrallë, për ta trajtuar pa vonesë dhe për të pasur protokoll të qartë emergjence. Rasti i 6 është ai i Holly Fairchild, 16 vjeçë, e cila ju nështroi një ndërhyrje në rutinë në Great Ormond Street Hospital në Londër, për të hequr një shenjë të krijuar pas një piercing të infektuar në vesh. Sipas raportimeve mbi hetimin, operacioni fillimisht shkoi mirë, por më pas ajo zhvilloi një laringospazm të rëndë. Laringospazma është një gjendje ku kordat vokale mbyllen papritur dhe pengojnë kalimin e ajrit drejt mushkëve. Me fjalë të thjeshta, rrugët e frymarrjes bllokohen nga një refleks i fortë i trupit. Në shumicën e rasteve trajtohet shpejt, por në forma të rënda mund të çojë në mungesë oksigjeni dhe përkeqësim të menjëhershëm. Në rastin e Holly Fairchild, laringospazma u pasua nga një problem shumë i rëndë respirator, i quajtur edem pulmonare nga presioni negativ. Kjo ndodh kur mushkëri të mbushen me lëng pas përpjekjeve të forta për të marrë frym kundër një rruge të bllokuar. Më pas, ajo pësoi arrest kardiak nga mungesa e oksigjenit dhe ndorroi jetë 2 ditë më vonë. Hetimi e përshkroi vdekjen si pasojë të një komplikacioni të rrallë të anestezisë së përgjithshme. Rasti i 7, shumë i rëndë, lidhet me atë që në sigurinë e anestezisë njihet si wrong gas, pra gazi i gabuar gjatë administrimit të saj. Në Hong Kong, më 14 janar të vitit 1989, një paciente 55 vjeçare ju nënshtrua anestezisë së përgjithshme për riparimin e një frakture në këmbë. Sipas raportit të Fondacionit për Sigurinë e Pacientit në Anestezi, 7 minutat e para kaluan pa probleme, por më pas u shfaqën shenja alarmi. Ritmi i zemrës u ngadalsua, pacienta ndryshoi ngjyrë dhe u diagnostikua arrest kardiak. Tubi i frymarrjes rezultoi i vendosur saktë, prandaj problemi nuk ishte intubimi. Më vonë u zbulua se rezervuari që duhej të furnizonte sistemin me oksigjen përmbante pothuajse vetëm azot. Me fjalë të thjeshta, ajo po merrte gazin e gabuar, i cili nuk mund të mbështesë frymarrje dhe funksionimin normal të trupit. Pacientja pësoi dëmtim të pakthyeshëm të funksionit neurologjik dhe ndorroi jetë 48 orë më vonë. Ky rast dëshmon pse analizatorët e oksigjenit dhe kontrolli teknik i aparaturës nuk janë detaje, por pjesë direkte e mbrojtjes së jetës. Hap një parantezë këtu. Këto aparaturat e anestezisë, ne në klinikën Kate i kontrollojmë dhe i kolaudojmë rregullisht nga inxhinierët e kompanisë që na i ka furnizuar një herë në muaj. Përveç kësaj, stafi ynë i kontrollon çdo ditë përpara procedurave të anestezisë. Rasti i fundit që do të ndaj me ju është ai i këngëtarit të famshëm amerikan Michael Jackson, i cili nuk ndodhej në sallë kirurgjikale. Problemi lidhet me përdorimin e propofolit, një bar shumë i fuqishëm që përdoret në anestezi, por që në rastin e tij u administrua në shtëpi për pagjumësi, jashtë një ambienti spitalor dhe pa standardet e plota të monitorimit. Michael Jackson ndroi jetë më 25 qershor të vitit 2009, në moshën 50 vjeçare. Zyra e mjekësisë ligjore të qarkut të Los Angeles e klasifikoi vdekjen si homicide, që në kuptimin mjekoligjor do të thotë vdekje e shkaktuar nga veprimet e një personi tjetër. Shkaku kryesor u përcaktua si intoksikim akut nga propofoli, një bar anestetik shumë i fuqishëm. Në organizëm u gjenden edhe barna të tjera qetësuese si benzodiazepinat, të cilat mund të forcojnë efektin e propofolit mbi përgjumjen, frymarrjen dhe vetdijen. Mjeku i tij personal, Dr. Conrad Murray, u dënua më vonë për vrasje të pavullnetshme. Sipas dëshmive në gjyqin ndaj mjekut të tij, Michael Jackson kishte kërkuar propofol për pagjumësi. Madje e quante milk, pra qumësht, por pikërisht këtu qëndron pika kryesore. Propofoli nuk është ilaç gjumi. Është një bar anestetik shumë i fuqishëm që mund të ulë vetdijen dhe frymarrjen, dhe ai duhet përdorur vetëm në kushte të kontrolluara me monitorim të vazhdueshëm, pajisje të ndërhyrjeve emergjente dhe një personel të trajnuar. Edhe kur një pacient e kërkon vetë këtë bar, përgjegjësia e mjekut është ta refuzojë kategorikisht përdorimin e tij kur ai është i rrezikshëm, jashtë indikacionit ose jashtë standardeve të sigurisë. Jashtë këtij sistemi, i njëjti bar mund të bëhet fatal. Kur i sheh të gjitha këto raste bashk, del një model shumë i qartë. Në një rast kemi dozë të tepërt,
Në një rast tjetër kemi problem me frymarrjen, diku kemi aspirim pulmonar, diku tjetër kemi vlerësim të mangët, zgjedhje të gabuar të teknikës, reagim të paparashikueshëm të organizmit ose monitorim të pamjaftueshëm. Pra, gabimi në anestezi nuk është një formulë vetme, është një grup mangësisht të mundshme: bar i gabuar, dozë e gabuar, teknika e gabuar, vlerësimi pasakt, komunikimi dështuar, monitorimi i dobët, reagimi vonuar ose mosnjohja në kohë e një komplikacioni të rrallë. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse anestezia moderne e ka ngritur sigurinë në shumë shtresa, sepse dihet që katastrofa shpesh nuk lind nga një shkak i vetëm, por nga bashkimi i disa problemeve në një kohë shumë të shkurtër. Po aq e rëndësishme është të themi edhe diçka tjetër me të njëjtën ndershmëri. Jo çdo ndërlikim në anestezi do të thotë automatikisht neglizhencë, por po ashtu jo çdo tragjedi duhet quajtur fat i keq. Ka situata ku pacienti është shumë i somur, ku operacioni është urgjent, ku vetë rreziku bazë është i lartë. Por ajo që bën diferencë reale është kjo: a u vlerësua siç duhet rreziku? A u përzgjoh teknika më e përshtatshme? A u monitorua pacienti siç duhej? A u njoh përkeqësimin në kohë? A reagoi ekipi pa humbur sekonda të vlefshme? A është bërë investimi i duhur në dispozitiv dhe pajisje anestezie të nivelit të lartë? A kontrollohen rregullisht dhe kolaudohen rregullisht këto pajisje? Pikërisht këtu ndahet ndërlikimi i vështirë nga dështimi i sistemit të sigurisë. Për publikun, mesazhi më i rëndësishëm është ky: anestezia moderne është jashtëzakonisht e sigurt, por nuk fal mungesën e vigjilencës. Ajo kërkon vlerësim para-anestezik shumë të saktë, plan të qartë për sigurinë e frymëmarrjes, kontroll rigoros të barrave, monitorim të pandërprer, ekip të trajnuar dhe komunikim të qartë. Dhe po e mbyll me fjalinë që do të mbetet nga kjo video: në anestezi, siguria nuk është qetësi e verbër, është vigjilencë e përhershme. Pacienti fle, por ekipi nuk fle asnjë sekond. Rastet fatale nuk duhen dëgjuar për të demonizuar anestezinë, por për të kuptuar se sa shumë varet jeta nga një sistem sigurie që duhet të funksionojë pa asnjë hallk të dobët. Konkretisht, në K-Day Hospital, ne kemi realizuar më tepër se 23.000 dëshhyrje kirurgjikale estetike dhe në asnjë rast të vetëm pacientët nuk kanë rrezikuar jetën apo shëndetin e tyre. Nëse ky episod ju duket i vlefshëm, ndihmoni që ky mesazh të arrijë te më shumë njerëz. Ndajeni videon me të njohurit tuaj, lini mendimin tuaj në komente dhe bëhuni pjesë e kanalit tonë në YouTube për më shumë përmbajtje edukative të trajtuar me seriozitet dhe përgjegjësi. Faleminderit nga zemra që na ndiqni me besim dhe që jepni hapësirë informacionit që meriton të dëgjohet.